mundet me ndodhë 2 persona në të fort njëjtin namaz. Njëjtin namaz, të njëjtat sure, nëse i thonë, njëjtin dhikr, njëjtin lëvizje edhe japin selamin bashkarisht. Mirë po dallimi mes namazeve tyre është sikur se dallimi mes lindjes edhe perëndimit. Çka e bën këto? Këto e bën diçka që është e brendshme. E pikërisht ajo po lypet prej namazliut që jo në namazin mos me shëndru vetëm në lëvizjet jashtme, tekbira, ruku, sejdë, në formë që shihet, para ta dhe i kemi rukut dhe sejdë të disa namazli tepër të shpejta, sa që edhe dhikrin që është i parapam në ruku dhe sejdë nuk mundesh me bë. Pse? Sepse ju ka shëndruar në formë mekanike. Në ruku, sejdë, selam, rutinë dhe ukrimin. A la diçka? Kur dal prej namazit, a dalën pak më ndryshe? A dal ma i mbushun, ma ofër Allahut lartësum, ma tepër që e përkujtoj ahiretin, ma i ngathët edhe ma pak i guximshëm në raport me gjunohet e kështu me radhë, apo dal që jam koni njëti, krejt këto e ban, aja ona e brendshme, edhe ajo që e përmende ti, do më thonë njerëzit marrin prej namazit, qaq sa i japin për kushtim edhe për ulje. Do më thonë para se me hy namaz, para se me thonë Allahu Ekber, me ngri durt, të më thonë para kujt jem të dollë, para ati që është Ekber, më i madhi. Të më s'ka dishka. Edhe për ata e kanë interpretu djetarë se kër i ngrimi durt Allahu Ekber, si kurse gjithë shka mbetat më ropa neve, sepse jam lidhë me Allahun e lartësuar tash. Pastaj është gjithashtu kërkohet mu shkarku për ngarkesave të kësaj të jetës e përdeshme. I sheti plot namazli, vinë gjami, tu hinë gjami, tu e bo mohabetin, e shita, e bleva, më kish mashtru, së më kish mashtru, hinë namaz me që të ndjenja. Edhe pastaj kjeja pa mundësën me përjetu namazin edhe me arritat përërsi. Ata lej këtu probleme të dera. Valloj s'ka me ti morë kërkush, mësë tëtë. Edhe kime i gjetë që atë kur dalsh, bele s'pa. Po kime i gjetë me një ripërtrirje të imamit. Nëse i len të dera e gjamis, ose të dera dhe u mësku falësh, edhe falësh pa tu, me lejnë Allahot kur dalsh, keme thonë që të probleme janë konë që më kanë përlokumu të nditëna, pëse pas ka vlebe, pëse ti kanë të leta, pëse se ti ka letësu të ashe, Allahu i lartësuar për mes namazit. Këri për ti lidhen të me Zotë. Gjësësi. Namazi lideri të gjithë punëve, të gjitha punëve. Po. Kështu kësha me thonë dhe une. Pse? Sepse në ditën e gjykimit besoj që shumë për atyre që na përcjellin e din se në ditën e gjykimit besimtari për cilën punë ka më pyet të parën namazin. Mirë. Këtu nuk mbaron rrëfimi pejgamberit alayhis salam. Po vazhdon. Nëse namazin e ka në rregull, mo nëse namaz ka qenë i rregull, do të punët e tjera do t'i rregullohen. Ajo që jep me kuptu hadithi është se Allahu do t'ja rregulloj edhe ato zbrastira që i kanë punët e tjera për shkak të namazit ja rregullon. Mirë, po edhe në anën tjetër, ai person që ka qenë mirë me namaz është mirë edhe me punët e tjera. I ka punë mirë. Nëse namazi qenë ka lideri gjitha punëve, edhe me to po filloj ka llogaria e besimtarit ditën e gjykimit, namazi duhet me qenë lideri besimtarit edhe për punët e kësaj bote. Për ata dietarët e përmendin shpesh edhe sociologët fetare kom dëgju të e përmend se njeriu qysh e fal namazin çashtu e ka jetën. Me përkushtim, me vendosmëri namazin çashtu i bën edhe punë. Me shpejtësi, me nxitim namazin çashtu i ka edhe punët e tjera të dunjos. Namazin me neglizhencë kështu jetën e ka çashtu. Do subhanallahu namazi si duket është ai motsi ose treguesi më i saktë me thon i formës së jetës që bën njeriu. Namazin mirë dhe punët e tjera kam i pas. Namazin herë fal herë se fal edhe në detyrat e tjera është kështu. Dhe namazi e forcon me dijen për mbikëqyrjen e Allahut, ta mundson që çdo punë të mundosh ta bësh në mënyrë më të përkryer, më të plotë. Do më në përsës sipas mundësisë që ka. Alhamdulillah që Allahu s'ka lyp me përsës sipas kriteret që standardet e mirë, po standardet unë kaç kam mundësi. La yukellifullahu nafsan illa wusaha. Unë kam mundësi me fal namazin me alhamdulillah, me 2-3 sure të shkurta e fali. Ai tjetër dhe gjysmën e Kuranit u krye, ai tjetri i krejt Kuranin. Domethënë Allahu e lyp adhurimin në formën më të mirë sipas mundësive tona. Edhe me plot drejtë lyp. Pse? Sepse ai ka bërë më të mirën për neve. Formën më të mirë, trajtimin më të mirë, gjonat më të mira. Po përgatitet pa numërta, begatit pa numërta, xhenetin më të mirën për neve, e gjitha këto Allahu me i bën më të mira për neve, na më ia dhon më të dobtën Allahut ose më të keqen, më vërtet nuk është falendëruese kjo.